rikthehemi që është ditë e martë, ora shënon 6, ne rikthehemi këtu në First Channel me emisionin tuaj dhe tonin Udhëtimi. Do të tojnë në përkohë në përbot, miq, kemi një prurje të re, ndjekim klipin se kush është djali. Unë jam tip që shprehej dashuri. Dashuria është për mua çdo gjë. Andaj na ndihni. E ftojmë në skenë, vjen nga Marisheva, ftojmë djalmin Duar Turkitje. Liridonin. Emisioni si çdo herë na sjell është nasi që të kemi, do jam një mikrofon dikush, po. Liridon, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Merresh me përkthime nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane, përveç përkthimeve edhe një mobil shop në qytetin e bukur të Marishevës. Zyrën e kena që 17 vite. Po? Edhe për licencë kena veç për gjermanisht, ama këto tjera të kena me mella, me sanë i kujnë. Po, sigurisht përkthime zyrtare. Mirë po edhe një mobil shop për... Po, a e gjinit të stacioni autobusav në Malishevë, mena në stacion. Vetë, beqar, single... Single, jo, lidhje... Krej, do më thonë. Okej. Përshëndetje, mirë se më erdhe. Përshëndetje. E fillova me një hyrje të re, me një hyrje shumë interesante. Po, hyrje interesante. Një djaqe me përkthime. Po, do thot në kohë të sotit, pasi shumë bashkëdhetar, do thot veç po shkojnë atje me kontrata pune, po dhe bashkim familjar, e kanë shumë të nevojshme dhe mund të drejtohen tek Liridoni për përkthime çka do që ju nevojitet. Zik, qësh ka love në emision do marrësh mikrofon, Zik, qështu tuk emision i parë? Edhe njerë ju falimderoj për ftesën. Pa emocione, Zik. Edhe njerë ju falimderoj për ftesën, edhe jam krenar, edhe jam shumë i knaqër që unë për herë po një jetën time, mu ka mundësu një diçka që unë çdo herë kam preferu edhe këtë sen, edhe jam shumë i knaqër, nuk kam s'di si ta përshkruaj. Në këtë mënyrën tem jam shumë i knaqur. Faleminderit edhe njerë, Zoti ju rujt edhe ju ndihmoft. Respekt taksis në karë me Shqipunje. Që shkalloj emision e parë? Edhe më ka hije. Ka hije, okej, knaci. Ky emision nuk ka që shka që më koni përgatit për marrë në gjerime. Kone veç rasisht jo marrë, po kek badi javan. Kështu që mirë po mdo këtë diçka nuk kam me shprej nëjë dëshirë ose nëjë plan tjetës tem. Për ndrysho gjithë shka okej, apëtën. Rej gruja të shpia. Te pëtën të natë që më ka të në shingoj. Lumen, Istogër, qyteti bukur, unë kam punu me Istogër në Global Italian bashkë me ty. Kjo pa thot që gratë Istogër t'i rrehim burrat. Jo, nuk është e vërtet. Janë pak një qikës që thojnë pak ma burnesh, ama më gra ma malsore. I kanë ashtu bum, apëtin. Po, janë shumë tolerant, janë shumë gra moderne, shumë mirë kuptuse, kështu që nuk e di të kojtë e ka grunë vali, nga e ka morë, po gratë e Istogut janë gra të mira. Janë pak gjeloze, janë pak gjeloze. Val, përshëndetje. Përshëndetje, mirësur gjithë. Val, ti je gjeloze? Kam qenë. Ke qenë? Tani s'kam për këbën gjeloze, jam vetëm single. Beqaresha, kjo, beqaresh. Lume, ta kishë marrë me njerë që mundën e konë Valentina Beqaresh? Single mami! Single mami. Une, kështu gjatë rrugtimit tim me drejtat, me shumë shoqatat e drejtat grove, kom taku gra që janë nëna vetë ushqyse, dhe janë shumë gra të forta, janë shumë gra që i ketë gatshme aty për çdo gjë ti prin jetës. Mund të shtoj diçka me që folet për mu, se gjithmonë për që ta them. Atëhere, unë jam single, jo se preferoj të jem single, se çdo njëri do të jetë çift, por nuk do të ndroja, do me thënë, vetmin time me të parin budalla që do më dilte për para. Po pres princin e kaltër. Se, ja kaloni mikrofon nga një, qa kiti me princin e kaltër nga një? Emisionin e por ma kanë nënë mu emrin Kaltër. A është ashtu Noel? Pse Noel princin kaltër? Po princi Kaltër se këtu vetëm nga një është ma shumë orator.
Edhe Po prit se ardhe të reja sa kemi dha mundësin ala. Jo, orator në edhe një të vajzë flasë. Gania ka gru të shpia, shkojmë. Po s'ka problem. Hedi, Po, kik. një pyetje kam për ty. Po, no. Ndoshta do të dajle aty ku asi. Qa ndodh me njerëzit që janë gjelaz në ty, do më thonë, jo njerëzit që ti bashkë jeton me ta, po njerëzit që janë gjelaz dhe që njerëzit nuk duhet me ta po të mirën. Ko shumë ko. Edhe, qa këshëm ju thonë ty? Ata që më gjelozojnë, ato më gjelozojnë, për mu së problem, mu së më pengan kja që gjelozia. Ata vish kupin, ku më shuj mu naltëm. Ata kanë që vish, të poshka me shkone. Gania ki gjeloz atje? Një treti një one. Unë jo që kam pak po shumë. Veç i përshëndes dhe ja voj me dorë. Okej, Noela, ki njerë që gjelozojnë? A kam njerës që gjelozojnë, po no, sa të dush plot. Edhe më bëtë qefi, duket vetja shumë lartë ashtu. Liridon, a ka njerë që gjelozojnë ty? Po, ko shumë se dukin, di që e kam kështu në tesha, shumë njerëz da bëdin rrugës ku të heci, për shumë gjelozojnë, në më thonë të këshyën me administrin, që me thotë ty va ndrysha, bëdin, jo për shumë, sa ta mënojnë që jam i huj, po jo, shqiptar jam mune. Okej. Ka një sting veçantë, do flasim e vonë. A gjelozojnë të ty taksista tjerë kur mërë për shambull pasagjer 3? Pse bre po ngucë? Një gëmë. Taksisti ma VIP në Republikën e Kosovës për sotit e Kamrin Vajl. Galzaj pak. E këllon pak. Nuk ka punë e madhe në përkon gjelozia për shamët të parja taksit. Po ka njerë që ka gjelozi, po në ti unë jam ajfor këtë buën gjeloz. Aja është më rëndësi. Nuk dërzona. Një pyetje për ty, a ka gjelozi në rrethin ku jetë? Se me lumen, mos nga bëj shpesh që kemi bisedu që shqiptarët e Maqedonisë ma nuk janë gjeloz, ama janë dashtë, ka qeni mua bërë që kemi bo. Po ka qenë vetëm që këna po na, jo që këna përjetu. Unë e them se si pas mendimit tëmë dhe shikimit njerëzve, unë nuk kam gjelozi, shemull, nuk ka kërkush ndaj meje gjelozi. Seriozisht, shumica dojnë të shkojnë në përpara. Bravo, Zeka, vjen mirë. Nuk kam pa gjelozi, po edhe nëse ka gjelozi, ti vetë e the edhe më herët e ceke se për çdo sen duhet punë. Puna edhe inati sjell gjithçka. A ka njerë gjeloz ndaj Valentinas? Atëherë, çuditërisht më ka ndodhur që në eksperiencën time televizive, mendova që do isha personi më i sulmuar, kisha mbyllur komentet në TikTok nga frika, sepse nuk i duroj dot komentet negative, më këshilluan që duhet i hap komentet dhe çuditërisht nuk gjeta një koment negativ. I falenderoj nga zemra për mbështetjen e madhe, sepse rruga e artit mundet kishte edhe komente negative, por çuditërisht më duket vetja si e përkdhelur e TikTokut sepse kam vetëm komente pozitive. As gjelozi nuk kam. Zeka edhe Valentina ko kanë evla që thëjmë na peja. Do më thonë nuk pi komentoj ka, s'pas kanë hejtera. Këta 5 tjerë këtu, të lomitun pi hejterave. Dua të kyqëm këtë gjelozia, sepse kemi disa lloje gjelozisë. Është e gjelozia në dashuri, do të thotë burri ndaj gruas, apo gruaja ndaj burrit, apo në çift partner që janë, po është edhe gjelozia që rrethi që gjelozon kur ti keni sukses, kur je i dallum. Por gjelozojnë edhe nëse je njeri i mirë, do të thotë je njeri me vlera, me atribute dhe atëherë do të thotë ki vlerësim nga gjithë mosa dhe fillon. Por është edhe ajo lloji gjelozisë ku du të jesh gjeloz në punë, du të jesh gjeloz me vetë vetën, që ajo gjelozi, ajo i noti ta shtyn të punosh më shumë dhe të kesh sukses. Dhe thotë kjo është pozitive, gjelozi pozitive, por mirë është që gjelozia të zhduket, sepse në atë moment ku ka gjelozi, nuk do thotë ka vetëm sjell pasoja. Valentina, ti si femën, qa pyetje këshëm ja bo të në 6 muskuterave këto?
Mund vazhdoj nga një, apo të gjithë, Si ta dush ti mund të bësh nga një pyetje, një nga një, unë kam nga një pyetje shumë veçantë, mirë po nuk e kam të qartë statusin deri doni martum apo pa martum? Single. Okej, do kam një pyetje të veçantë për Ganin, Heidin edhe për Valin, ndërsa më pas do kam një pyetje të veçantë për këta tre beqartë, për Zekën edhe për Asi. Pyetje njerë fillot ti pari. I martum, më falj, okej, atë i pas na 2 single, 4 beqartë. E kundër ta, do më thonë. 4 martum, 2 single. Këto ma prenë se për dhe. Unë doja vetëm një pyetje për gjithë bashkë. Si po përjetoni këtë eksperiencë kaq të bukur dhe ky real show shumë i ndjekur. Si po ndjeni ju me komentet e njerëzve, ju dy të rinjtë sepse... Më i motër prita që pja bën e pyetje provokative, se këtë për eksperiencën nga ka kalzun dhe të hera. Ja, dhe të thesha si po ndjen me këto komente. E dim përgjigjen. Hajde, si po ndihesh? Unë shumë mirë. Pyetjen Val? Pak ma mirë si ki shoku. Okej, juve të katërtve, edhe na dy, Lumja po ashtu është e zanme, tokë e zanme që thonë Shqipnia, edhe unë i farë tokë e zanme, po du ju vetë juve të katërve, me pas të komentojme na dytë, qka e keni rajt grun që nuk ja u ka falë kur? Val? Pasha zotë në kom rajt shumë, po diçka po menaj sekreta po? Po, për sekret, po. Që po tregoj. Para shumë viti kem po telefonat me baterijat, e bedena se Samsung atë. Nokia, Samsung, po. Edhe në përshekoj gruna janë gjëmë, tash hajtë dalë të foli, diçka kisha punë në telefon, për jashtë, shpija ka tonë. Kur ajo për mas, po më fillë. Unë e prej tuk do thash falu goti, e kom e ditë. Edhe shprejt e rëtëllova baterinë. O më nej keme në dhes, që shansë. Edhe që aty kom po një par tutë, edhe në pak ma shumë që më ka tutë. Diçka tjetër, me rajtë e kom rajtë pleta, dobi. Së janë njëjë. O të të pa, Valdi. Që të s'po tutë na, të që ka një shpjeti thamë nga shti kiki. Okej. Gani, edhe Gani e di që ka rajtë grunë shumë. Po, Gani. Pikë spore, po du me thonë kiki, ju që kom rajtë. Po në grunë e kom shok. Bravo. I kina mirë njojet me zveti mirë, e kuptan? Edhe ma ka leju qdo sen me bo, se e di që farë burri ka. Kështu që përshëndes grunë tam shumë, të dua. Ka haru ti gruja Ganis, mi përshëndet edhe ato shoqe që i ka kur ti e smut, kështu që... Okej. Kolege. Shumë respekt. Gania na u ka bo prap me një vajzë, kështu që... Respekt edhe inshallah i bëhet gjyshe mbarë. Heidi! O kik? Qa ki rajt grunë ti? Se kom rajt korë. Gruja Heidi, du me thonë diqka. Në një emision, ti ishe konë pom, i thojmë na, i thojmë pom. I thojmë në pom, edhe Heidi kënë në gjirime këto, dhe diqka tha, po shkoj shpitha se më ka marrë malë e sonë të më vje gruja, kështu që... Edhe përma, që të e shtajt, edhe? Hed, s'qa ki rajt grunë? Nuk e kom rajt korë. Kur? Ja. Shumë se s'nu shka një Gruja Heidi në që se të ka rajt, në herë në isa në shkru në më privat, ja qesim në ekran, masanin da. Zek? Unë të thëmë sinqerisht, nuk kam pas arsye që të arrej se çdo senja kum tregu e pa rajt. Pa më pelqen, bravo. Seriozisht, nuk besoj që e kum rajt, se nuk kam vetit të rajt diçka për ndonjë arsye, po ja kam kallëzu të vërtet. Dy partneret e mija e din që unë kur s'foli pa i rajt në i sang, kështu që ju dua shumë. Kështu që po kyçna që edhe unë e gënjej partnerin tim, bashkëtorën tim, kur marim rrugë me Kreshnikun, sepse nisemi për pej dhe vazhdojmë për Gjakov. Po, isha unë, dikush mrapa kamerave atje, edhe Lumja, edhe erë shoferi me na marrë dhe për thëmë thash, kena punën kuks. Unë nisëm për kuks. Rrugës me vjen një SMS duhet me konë Tiranë se zbanë. Edhe, pa e najmë rrugë kur kanë, këto, për ju thëmë tash pjafqes, tash, s'më sham ju thënë që për ju qenë Tiranë, tash pjafqes një drejke më patak, thash, atje thash e hajme më patak. Zonja tjetër që ishte me një dhe tha, mere që ki patok i pak si lek, tha, ku ka... Kështu që, në era me rajtë në shpit, për të tretë, që unë nisëm për kukë se na bo një vakin patak, po, ranë e marë, Po, pa tjetër për punë kemi. Ti, Valentin, a ke rajt atë dash një në tonë dhe në herë?
E ke gënjur, se këta thëjnë, s'mora vesh ata e gënjeve. Të them që se kam gënjur është gënjeshtër. E kam gënjur, po kam bërë gjithmonë gënjeshtrat bardha, i themi neve. A duket e pa besueshme që Zeka dhe Hedi thanë, s'kem gënjur ndonjëherë gratë? Jo, varet nga presioni që kanë familje. Në qoftë se gruaja të sillet si shok, ose bashkëshorti të sillet si shok, nuk të lë frikën që ti të gënjesh qoftë dhe gënjeshtrat bardha. Në qoftë se ti ke një presion, për shembull, mua ka ndodhur një herë që të gënjej, thjesht për të çuar fëmijët në një spektakël dhe kemi gënjur dhe ka shku keq. Kështu që ka gënjeshtrat bardha, nuk mund të them që s'ka. Du me ju të tregu arsyet kurasi. Unë isha me një udhtim, edhe të njëjtin udhtim ishte edhe ish partnerja. Edhe po më vetë, ku jetë, ashtu të isha mi kallëdu që jam në udhtim, pjavi thash, qem pish të qetë, të këqyrë do sërë, tha, apo këthesh pak për mrapa, tha se, jom të po, rastës jeshim, dytën Kumanov. Cila është konga që ja këndon një partnerës ti Gani? Grus të ndë, po. Kër e bën me nervaz, për shambull. Boja qefin vetës. Qëtë konga këne i grusë në shumë. Ja këni mësu burrit lumës që të kongë të mjakë. Boja qefin vetës. Okej, Hedi? Kur është në vazë më muna i sen, bukur fillon dita, afer kur të kam, shumë i lumë të jam, afer kur të kam, shumë të lumë të jam. Zek? Nga anën tjetër, Zek? Ta them sinqerisht, unë nuk kam kongë, shamull që i këndoj, po në çdo herë jam aktiv në shtëpi, kënoj, pa marrë parasysh se në çfarë është grus në herë me barë me të mirë, Zek, do të njak në një kongë, se... Vallaj, që të pishtë pidhome, se pishpi në mëronë babe, po pidhome të qëtë. Seriozisht nuk më kanë do. Vajt? Okej. Se dhe kongë, ja këndoj, kur o nervoz. Kure, bë nervoz grunë. Ja këndoj qingji vogë që me ndushe. Noel, kongë që ki këndu partnerës tonë dhe kur je bë nervoz? Unë s'bom nervoz, kika ku jam... Jo, partner kër ke bo me nerva ati që si ka pëlqy diçka dhe... Që ta qetësoj të ti. Por kur të jesh mërzitur shumë, arditin. Kur ke pas dashur që ke bo nervoz... Jo, gjalli, Lidoni. Po, Lidon mikrofonin? Kom pas, po... A ja ke kënu në kongë? Jo, po... Qysh me thot ashtë... Dhe me thonë me kongë në shkën, po me dashni, do se në shkën. Me dashni, vëllaj dashni ja pa e marrë me të mirë ka herë. Lume? Unë i bashkan gjitë nga këngës Hedit. Edita? Jo kongë shkën edhe për mu. Okej, Lume, Valentin? Unë du me e këndu sot. Po? A dashni e vjetër, s'kisha lëmë për diko tjetër, e se të lash dikur, me të haru nuk munda kur. Nga një ju tash din, unë edhe me Lumen, po vi këtu, edhe Valentin këtu, kena një pytje, po është durat për zonjat e juja. Juve të 400 martum, në qovë se këta ja që lojnë, prej hotel e dartë në Durrës, e ka një vikend shtu në djele all ekskluziv, me direkt, me dartë, me mëngjes, e keni dhurat për produksionit, falimderit e dartit, falimderit Sanijës dhe gjithë stafit në hotel e dartë, që të janë mrekullueshëm, ekipa ime ka qenë dhe din shumë mirë se si kalojmë në atje. Pyetjet janë për juve beqarve, po edhe juve dëve, që mund zgjidhni dikan. Pe marim Ganin. Gani, një fest e cila festohet shumë e ka zbulu një prift. Prifti atë fest e ka zbulu për gjithë ata që në të dashuruar. Në anën tjetër, dhurata të cilat i ka dërgu të dashurës, prifti me imaginatën. Ka qenë dhurat që sot, gjithë bëjmë dhurata në atë fest. Përkatësisht, ata të cilët janë në besim laik, apo ata të cilët nuk e kanë, nuk i përkasin fest muslimane. Dhe më thone festojnë atë fest. Fest muslimane këta të cilët janë përqendruar dhe fest. Kush për cilën fest flasim? Po më mërmenja për 14 shkurtin për ditën e Shejt Valentin. Lume?
Po, E vërtet. Bravo, pyetja parë e vërtet. Kalojmë tek Hedi, këtë di nga 2 pyetje. Hedi, Po, një person i dha një dhuratë se sot është njëra ndër kullat më të fuqishme në Evropë. Është kulla e dashurisë. Ku ndodhet ajo kull, në cilin qytet, edhe për cilën kull bëhet fjalë. Është kulla e dashurisë, është dhuru për dashurinë ajo kull. Edhe nuk ka vizitor në Evropë që nuk shkon me pa qatë kull. nuk kam ide. Ka pyetje që den? Noeli? Po? Është kulla Eiffel në Paris, në Francë. Bravo. Bravo, Noeli. Kalojmë të Vali. Kam pyetje që janë shumë të lehta. Okej. Val, pyetja për ty është. Cila është fjala e parë, apo ninulla e parë, që është këndu nga nëna fëmijët? Ninulla e parë. Nina, nona, po të përkune. Bravo. Edhe kur jemi prapë të gratë, cila është dita që festohet si ditë ndërkombëtare dhe dhurohet lule, dhurohet dashuri për nanat? 8 marsi. 8 marsi. Liridan? Po, Kur jemi të nana çdo herë, cila është përkufizimi i fjalës nan për ty? ku të baj për me dalë për shembull vetëm pyet ku po shkon birë për shembull. Përkufizimi i fjalës nan. Për shembull, për mua kam një përkufizim të veçantë për fjalën nan, se cili prej neve ka një përkufizim të veçantë për fjalën nan. Cili është ai përkufizim i yt për fjalën nan? Unë për shembull për nanën time them ajo është Po aja gjithçka për mua se derisa më ka punë një për gjithëve janë nana tona gjithçka për mua. A kupton? Po shkurt shqip. Shkurt një fjalë. Ajo është e jamja. Ajo është një fjalë për kufizim. Aja është gjithçka për mua edhe është e jamja. Një fjalë. Që ja dedikon ti nënës tënde. Është më e mira në botë. Një fjalë. A ti ndihmoj pak? Unë për shembull thot ajo është bota ime. Një fjalë. Aja drita sy vetmi. Okej. Na shkojmë me marketing dhe rikthehemi. Jemi prapë në pyetje dashurie për të dashurat e joja. Val. Pyetjet të cilat janë pak më të vështira. Që se kam ndërmend një hargjitën ato pare me juve, e mos me ditë ju sen. Pyetja kryesore për ty është. Skënderbeu e ka dash nanën shumë? Nana Skënderbeu ka dhanë shumë e shumë fëmijë për atë dhanë, për kombin, që dhe unë dhe ti sot e kemi të liri dhe këtë dashuri të emri shqiptar. Kështu që, qyshe ka pas emrin Nana e Skënderbeut? Një emër që përflitet edhe sot, është emër shumë i njohur. Jo, tash kemi pyetje për secilin. Nuk e di. Është nëna Vojsav, e cila është nëna e Skënderbeut, Vjekeqvaj. Nëna Ajsha është nëna e 2 fëmijëve të cilat kanë rënë dëshmor. Janë vrarë jashtë Kosove. Ata në vranë në një prit të organizuar në Gjermani, edhe prita që është organizuar në Gjermani, po, janë vrarë 3 persona, 2 kanë qenë vllazër. Sot, dikush prej tyne
është politikane shumë e zoja në Kosovë. Për kë po flasim për nëna që është nëna e? Vjosa Osmani. Fërqat, me i parti me Vjosa Osmanin. Po. Thjesht, në politikë nuk merrem edhe nuk i njoh. Nuk është politikë, që është kombëtare, është nëna Ajshe, është nëna e patriotit Jusuf e Bardosh Gërvalla, dy legjendat të cilat biles ju qeni me muzikë, kënga e gitare se Jusuf Gërvallës është kënga ma hit e muzikës e vlerave tona, po flas hitet 95, 96, që unë jam konë dikun klasë parë, klasë 2, atëhera. Hejdi! Unë e ti e kena shoqe. Ajo është legjend e cila ka arrit me i lanë 30.000 dëshmor të Republikës Kosovës, 2 politikan shumë zot, e cila njëri për tyne kryeministër, një nanë shumë e zoja, nana Ruk, gjatë rukëtimit ka të regu që është nanë e fort. Me një intervist fundit na ka emocionu gjithve, na ka bo me qaj gjithve. Nana, kujt është nana Ruk? Nana e vëllezrit Hajdinaj. E sakt. E sakt. E më shëndesin nana Ruk shumë e gjithë për kulljen dhe për kujdesin për të, sepse është një nën shumë e veçantë. Okej. Të na nona pinjojmë na, këta më tranum. Shkojmë. Gania, a dënë me të abon një pytje ty pak ma të letë. Qështë ta marmeni ty kik? Ajo ma të men si motra ma e fuqishme në historinë e kombit shqiptar. Ajo ma të men si luftetarja që i ka nejt burrit vetë në luft kra me kra. Në luftën e 1999, ajo i ka mush burrit armën një ka një. Përveç që i ka mush burrit armën dit për dit, e sarë kanë luftu në 2 dit, apo 3 dit luftim të drejt për drejt, ajo është ka rrit vras me një numër goxhat volitshëm të ushtrisë sërbe. Përveç kësaj, mund të shtoj që është edhe një shot Galice 2. është një shot Galice 2, mirë për mes shotës dhe lazëm Galicës. Ajo ka rrit që ta rikthej shot Galicën në Kosovë me trimërinë e saj. Në emrin e saj ka shumë shkolla, ka sheshe, ka shumë rrugë. Po të animoj, është kunata ati se thot, lujta baba. Do të thot dytë janë sot, janë dhe maj pak. Pa, janë burre gru, po të animoj edhe këta burre gru janë vram, po kjo ka qenë, që dëgja, burrat për luft janë. Po me kon gruja me azoja. A pe di ku shë lujta? Krytar komune, lidhe me vlotina. Që ta animoj bol lume se s'kisha full mo. Bol të tjetër se dite për vete, për një mëna ta. Hajde, shkajmë. Ja, Allah në kikë s'kam përgjizje. I përkullim i gjemë Dradrovcit, njëra ndër legjendat e fuqishme, e cila mbetet ikon. A i drenasit ta? Po e drenasit po. Okej, Noen! Tashi, nga një pytje kanë, se cilë kanë një point. Okej, bëjmë dhe pytje Noen. Noen, mam e një artistet veçantë, menagjere sukseshme e saj. Këngët e vajzës janë këngë hite. Ka arritur që në 1995 në Tiranë, në festivalin e këngës, vajza asaj ta fitoj venin e parë, që është krenaria Adelina Ismaili. Mamja Adelinës ka arritur që në atë kohë, për herë të parë, vajzat këngëtarët na dalin me
Bikini, shkurt. Jo me bikini, po ka thy tabun e transparencës, po. Rroba transparente, po. Vajzën ja njohim. Është këngëtare e njohur Adina Ismaili. Nana vet është kon super menaxherja. Na duhet ta mënjadim që kena tonën çanej, po. Edhe voli du të me ditë, po. Vajzën janë gjë, përveç Adelinës, ajo është mamja dhe Zanfinës. Po. Edhe Emës. Se di, Zanfinën njovë. Po. Tani që... 4 shkronja i ka nëna vetë. Du të them emrin e... Po, edhe ajo ramet pas. Për zotin Adelina e kam ndjek shumë që i vogël. Nëse kini ka ditë shumë, si vogël, Adelina s'ka lënë intervistë për përshëndet mami, sepse e ka ditë që kur ka dalë pianina mami pu. Emri Amos. Se se kuptova se jam keq me dialektin e Kosovës. Mona, mos gabom, e kam dëgju me një intervistë. Bravo. Të Adelinës. Noeli është fituesi i parë, sepse i diti që të 2 pyetjet. Bravo. Bravo, Noeli. Ti fiton 2 ditë, ke qenë aty, e din, edhe i ke 2 ditë nga aty. Tashi për juve të 4 është një pyetje për bashkët. Ma bëni dallimin, si e ka pas emrin gruaja e Skënderbeut dhe si e ka pas emrin motra e Skënderbeut, sepse këtë gjinja i ngatrojnë që të dyjat. Hajde njerës. Vallaj njerës, pyetje ma të leta, nuk di, unë. Luma jam në rregull me pyetje. Filloj, a t'ja vetë me shkronjën e parë? Ban shkronjat e para, ban pak mja, mas jo pyetje me histori, lidhë. Mas jo është pyetje histori, që dyjat e kanë njëjtën shkronjë. D. E kanë njëjtën shkronjë, e kanë shkronjën D. D. Nëjë, nuk vjen për 2, vjen për të 5. Shkronjën D. Drita s'është, po ja u hekje. As Dardonja. As Dardonja s'është. Qarë pyetje, a? Motra dhe gruja. Cila është motra, cila është gruja? Për motrën e dija, valla. Hajde? Motra Donika. Donik, motra. Edhe Mara. Mara, kush o Mara? Ku dën Mara në histori? Ku e lexove Marën ti? Mara Skënderbeut. Mara Skënderbeut? Po motra. A ka pas një motër pi babës? Po, im. Ja. Një motër kam pas. Te Donika jena, po kush o Donika tash? Motra Skënderbeut. Po ta kujtoj një pjesë të filmit, aty të lisi Skënderbeu i lodhur, edhe vjen merr vesh që ja kanë vra njërin ndër bashkëpunëtorët e tij, edhe si burri grusi shprehet. Edhe jo në lisa në i pam, në i shprehen i grave ka i hera, edhe i thot, atër zamër si kanë thonë që kënë ofendim, po, e thirë në emër. Qështë e ka thirë? A dini? Po, lotërejme të mikrofonin? Sa Dava Gjergji? Dava Gjergji. Dava Gjergji, bra, fix Dava Gjergji. Dava Gjergji. Dava Gjergji e thëmë në kohën tonë. E përshëndesim shumë këngëtarë dhe minjohër Dava Gjergji. është në emisionin në 17 shkurti këtu të na Dava Gjergji. E përshëndesim shumë artistën e njohër kombëtare Dava Gjergji. Për mja u letësu me ditajt, vetëm një emër, mjafton. Po ja u letësojmë. Po ja njëm që ka qilue. E gjetën me pak. Donikën. Okej, po ja mundësojmë Donikën. Boja Gjiu, më sa? Nën Tereza, tash është motra gruaja Skënderbeu Nën Tereza. Gonxhe Bojagjiu nëna Tereza. Dregu, po ja marim njofte, grunë e Ganis, edhe Ganin në një udhtim 2 ditë, edhe sukses edhe Noelit. Sani me histori. Si të duk këpës? Mirë, po shiko tash, dikush këto pyetje disa kënë nga
po menoj nga festat, nga përditshmëria. Nga e kaluar e largë dhe të kaluar në të afër. Disa ke nga historia jonë shqiptare, por historia që ke mësuar në shkollë, po dikush nuk është i mirë me historinë, dikush i ka ditë, po i ka harru, dikush kështu që i falim ata që si kanë ditë. I falim. A i këqyni Big Brother-a? Heidi? Qyri herë. Herë. Këtë jam punë e këqyri. Qa është Big Brother për ty? Shans, mundësi, apo që për thoi ta degenerim? Unë e shatë që i rritë e shëkushmeria atyve, i rritë e të forma, me i garet e veta. E mërë më shumë të shansa? Po, të shansa, aty ka shansë që mundet ma rritë të followersat në për Instagram. Zeke në kena ta burrat me namuz, musliman, qëto, edhe nuk pja bëj këtë pytje, për te i kalli, apo po do mu përgjigjë? Ja kalli mikrofonin. Mikrofonin? Zek, Big Brother për ty, mundësi, shanë të gjenerem? Nuk e preferoj shumë. Se preferoj, njemi të e treta. Okej, për ty, Val, Big Brother, mundësi, shanë të gjenerem? Në i mundësi për një artist të armën, kur gjithë tjetë. Po, lë? Po Big Brother është për mu se me konë pak me kulturë për shumë ata, edhe me pos pak për se ko shumë që e këshyrin, për shumë ko thmi, ko të rritur. Jo, për me qyra nona, po qëla si pas te, cëla është? Po është, për mu është si nuk ja vlen me shiku, se dhe sa ko dhunë ato për shumë me ko thyrje, ko fëndime, ko sene, nuk ja vlen ato me shiku. E si pas te, se jo do më thonë që arini me akalu Shakespeare-it në këto preferencat e juve, qysh do të me koni Big Brother si pas te? Po do të me koni qetë, jo me thyrje, jo për shumë me fjallë, tu këndu, tu lujt në i lojnë, e sen, që tu shkone, shumë edhe... A tu shkollë nuk është, o la? Po e që në Shqipnije për cili, shumë më misi këtu në Kosovë. Ja, që tash ja ke fut shët që tash... Shqipnija s'po ofendohen, a? S'kum një, alo. Kure ke pa, që në Big Brother, para 5 vjetë, qëta qëtë? E shton qëta është, a di që është. Vallaj, jo nësë di qëllin program për këqër shaun, edhe pak ma ndryshë, ka unë hajdu me? Shiko, këmi siguri është sepse ata në Shqipëri fyën ma me delikates, ma gjuën, ma unisuar, kështu që nga njerë të disa njerëz nuk depërton ajo sepse fyrja nuk është vetëm me shoh, po fyrja mund tjetë me një term, me një gjuh pak ma të kulturuar, ma me delikates, po me siguri nuk i karon sy sepse Big Brother është, si që Ceku voli, është një mundësi për një artist, por Big Brother është realiteti, reality show që thirret, është një realitet i njerëzve ku që ato që i shojmë në Big Brother janë edhe në jetën e përditshme tek njerëzit, sepse ka kategori dhe nivele të shumë njerëzve. Gani e merë, ato hetë mund është me pi kafe këtu e në emision. Për ty, qa është Big Brother i Noel? Big Brother është një super mundësi për vendimin tim. Super mundësi. Po. Gania? Big Sport, masi të krymë emisioni, mëna me shku me pi kafe bashk, përshëndas, shkujna kolegë, kik maj miri e. Big Brother, kik mirë të shku, jem të për cili shpesh, mu ka dhinë të Big Sport, lapinat të regjaja. Mos përmendje me emra, gjithë respekt. Okej. Për ty qka është? Mundësi dhe qënërim? Mundësi. Për ty, Valentina? Atëherë, Big Brother është një grup njerëzish që mblidhen nga gjitha anët si një pjesë e shoqërisë dhe ne marrim atë pjesën e shoqërisë dhe e mbyllim në një emër që quhet Big Brother, mundësi. Mundësi. Për ty? Big Brother është një mundësi për ata njerëz që kanë fillu një karrierë tyre, dhe ajo Big Brother VIP që quhet, por VIP është një term shumë i largët që VIP mund të jenë figura publike kudo që këtu në Kosovë, por VIP dihet kush janë, por ashtu është termi, ajo është ata artistë që kanë filluar rrugtimin e vet një mundësi më tepër. Kaq për të martën? Unë ju përshëndet shumë, shifimi nesë mrëma, e mërkur, ora 18, edhe unë ju thëmë, bëni gati se nesë mrëma, qa s'ka? Faleminderit.